Megjithatë, për të vazhduar tek prestigji. Teksa ti flisje, më erdhi në mendje të pyesja natyrshëm, si ndihen aktorët e rinj, pra i ri, 8 vite besoj ende e konsideron veten. Po, edhe në çike do kaloj te mesatar. Po, megjithatë, po ta krahasosh me një aktor që ka gjithë jetën që luan në teatr, si e gjen publikun në mënyrën se si reagon kundrejt një emri, një figure shumë të njohur që mbase mund të jetë në vitet e tij të fundit të karrierës kundrejt një aktori me shumë potencial, shumë talentuar në momentin e Duart Rokitjeve. Shumë pyetje e bukur sepse e kam ndier, unë ndjej shpesh këtë që ndodh me publikun, e mendoj në këtë mënyrë që kemi jetuar dy kohë. Prandaj edhe unë mendoj gjithmonë këtë që ne kemi jetuar dy kohë, domethënë aktorët e ditëve të sotme dhe aktorët e dieshëm. Janë dy kohë shumë të ndryshme. Domethënë nëse marrim dhe ti analizojmë të dy kohët ku ne jetojmë, mbas viteve 2000 le të themi dhe para viteve 2000 ka një gap shumë të madh me atë që ka ndodhur. Domethënë para viteve 2000 aktorët ishin më të preferuarit, ishin më të njohurit me filmat e tyre, me teatrin që bënin, me çdo gjë që ata bënin për publikun. Edhe merr aktorët mbas viteve 2005, po e zgjas edhe një çik më shumë dhe shumica janë të panjohur. Pse? Për shkak të kthehemi këtij katrorit që kemi nëpër duar. Dhe unë e ndjej shumë nëpër shfaqjet tona, për shembull, unë përshëndes, ka ovacione, sigurisht del një aktor që është më i vjetër, ka më shumë ovacione. Domethënë, nuk ka rëndësi çfarë ka bërë ai në shfaqje. Këto janë mendime subjektive, unë mund të kem qenë më mirë se ai ka patur një natë jo të mirë, se nuk po them që ata janë aktorë të këqij, asnjëherë nuk mund ta them këtë sepse unë jam rritur me ata. Po ka pasur një natë X pak më të keqe. Dhe përsëri publiku mjafton dali ai dhe është emri i tij edhe Eduard Roket. Është një gjë e pashmangshme që diçka që unë si publik e kam vënë re. Po edhe unë si aktor jo më kot të pyeta sepse dua të di çfarë ndjesie merr ti nga ajo çfarë publiku bën. Pra këto ovacionet aq të larta në momentin që padyshim janë të merituara sigurisht. Edhe unë nuk kam një ndjesi negative. Më duket sikur krijohet një lloj disbalance me aktorët e tjerë që mund të ndjen si pjesë plotësuese e shfaqjes ose mund të krijojnë ndjesinë që nuk e kanë kënaqur mjaftueshëm publikun. Jo, nuk e shoh këtu. E shoh, domethënë thashë një herë, nuk kam një ndjesi negative ndaj kësaj që ndodh. Jemi të qartë, po është një gjë që unë nuk mund ta zhbëj, nuk mund ta shmang këtë gjë, sepse nuk është as për fajin tim, as për fajin e aktorit tjetër. Nuk ka diskutim kjo gjë. Nuk është diçka, është koha. Unë e them gjithmonë që është koha që ka ndryshuar gjithçka. Nuk ka të bëjë as me atë aktor, as me asnjë aktor tjetër. Është koha, as me publikun nuk ka të bëjë. Sigurisht, sepse do thuash ti publiku e ka në dorë vet, por nuk e ka në dorë, se përderisa ne bombardohemi çdo ditë nga interneti, nga çdo gjë, përpiqemi që të mos lodhemi shumë, po ta shohim atë aktorin këtu në telefon. Nëse ti ke më të lehtë ta shohësh një aktor në telefon se sa në teatr, ti zgjedh ta bësh në telefon. Sigurisht, po. Sepse nuk lodhesh, e kupton? Edhe do shohësh një aktor që ka bërë një film në telefon dhe atë aktorin në teatr nuk e shikon, nuk e njeh se për të shkosh në teatr, e kupton? Po nuk kam një ndjesi negative, po edhe nuk i jap dot një shpjegim, ose shpjegimi vetëm është koha që ne jetojmë. Unë kam thënë gjithmonë që unë e adhuroj kohën e atëhershme për vetëm një fakt, për shkak të filmave dhe teatrit që bëhej. Do të thënë, teatri dhe filmi në kohën para viteve 90 ka qenë perfekt, ka qenë koha perfekte për aktorët e filmit dhe teatrit. Mund ti ku të kaloje të njinin. Të njëjtë një Shqipëri e tërë. Pse? Sepse ata kishin vetëm atë argëtim. Çfarë do bëjmë pas dite, do shkojnë kinema. Çfarë do bëjmë pas dite, do shkojnë në teatr. Sot çfarë do bësh pas dite? Do dalim te rruga Salës. Po, do dalim te X e te Y. Pra, tani nuk ke çfarë të thuash çfarë do bësh pas dite sepse janë shumë alternativa. E vërtet është. Ndërsa kohën atëherë ka pas dy alternativa. Do shkoje në mbrëmje vallëzimi, do shkoje në teatr, do shkoje në film. Mund ta shikoje një shfaqje
10 herë ti si njeri ka dhe sot që shohin shfaqje 10 herë. Po janë të pakët, janë si gishtat e dorës. Po, edhe jo më kot, atëherë ishin kështu superstar, superyje aktorët edhe sportistët, se do shkoje ose në kinema, njerëzit ishin të etur edhe sporti, ose në stadium, ose në pallat sportit, ndërkohë që sot ose në koncert simfonik. Pikërisht. Ndërkohë që sot janë të njohur dhe janë yje personazhet më shumë se personazhet mediatik, personazhet e mediatizuar nga rrjetet sociale, këta që quhen influencera, pikërisht për shkak të kësaj që ti the. Dhe ma bëre këtë lidhjen shumë bukur, se kisha menduar ndonjëherë kështu, nuk e kisha bërë këtë lidhjen që bëhet i famshëm kush ka më shumë akses tek publiku për ditë. Besoj që se kisha menduar, po ja ti ma çove në mendje. Sepse po e përsëris edhe një herë, të jesh në divan, edhe ta shohësh është më e lehtë se të ngrihesh nga divani, të vishesh, të mendosh çfarë do veshësh, të dalësh, mund të biesh shi, të marrësh autobusin, ose të marrësh makinën, ose të marrësh taksin, të shkosh në teatr, të rish 2 orë kështu, mund të të hapet goja, mund të të flihet gjumë dhe të thuash bravo, e bëri. Ky kush është ky? Nesër më shef se unë nuk jam në atë procedurën e shpejtë të telefonit, e kupton? Nuk jam as që të bëj Instagram, që të bëj Reelsa. Dhe këtë e kam vënë re me çdo aktor të teatrit, me çdo aktor të teatrit, po do doja një përgjigje nga ty. Ju mbani një profil shumë low në rrjetet sociale. A është kjo frika mos bëni të krahasueshëm me influencerat, me ata njerëzit që sot praktikisht dalin dhe bëjnë video për të shitur një produkt caktuar, po janë të admiruar nga masa? Jo, kanë frikë mos i marrin mësysh dhe harrojnë tekstin, çfarë thuhet, është më thjesht. Nuk është, jo se e dua, por nuk është një gjë që nuk mund ta bëj, ose nuk kam dëshirë ta bëj. Çështja është sepse ka edhe shumë njerëz në teatr që janë shumë serioz në teatr, në shfaqjet që bëjnë, po janë edhe aktiv në rrjetet sociale për shkak edhe të punëve tyre në televizion, sepse ka shumë njerëz që bëjnë në televizion, bëjnë në teatr. Dhe është një zotësi shumë e madhe kjo që e bëjnë këtë. Dhe unë i kam shumë miq edhe i përgëzoj për këtë që bëjnë. Po ka sigurisht se nuk dua të përjashtoj, ka edhe njerëz që nuk njihen fare nga televizioni dhe njihen nga teatri për shkak të talentit që kanë, duhet të thënë edhe kjo, sepse ka shumë individë edhe në teatr që këto do të ishin në raste interesante. Pra aktor që nuk është se njihen shumë në rrjetet sociale ose në televizion, ama kanë bërë dhe diçka në televizion, nuk duhet ta. Ndoshta, okay, patjetër, se nuk janë të izoluar tërësisht, nuk jetojnë në ishull. Ama ata njerëzit që shkojnë në teatr i duan shumë, po shumë fare. Pikërisht pra, po nuk e di pse ndodh. Nuk e di pse ndodh, është edhe karriera, është edhe pjesëmarrja në televizion, sepse mund të jetë pak më e vogël, po ka qenë diçka që ata kanë bërë dhe kjo gjë i ka shoqëruar më tej. Po e kisha ajo që nuk është se unë nuk dua ta bëj një gjë të tillë. Po çështja është si do ta bëj. Do të thënë forma që unë do zgjedh për ta bërë. Çfarë do bëj? Do të thënë do bëj diçka që folëm edhe më lart, edukimi i publikut, pra do bëj diçka artistike? Apo do bëj diçka kundër vetes time? Okej. Për shembull, do kishe shitur sallam? Në mënyrë artistike, po. Okay. Si shitet sallam në mënyrë artistike? Skuqe di se ç'plan ka. Jo, me jetën do hapin ndonjë sallameri e koni atë. Patjetër. Po ai intereson sallami publikut. Do të kthej ai përgjigje tani. E lëm. Kur të dali mof. DJ Arten, si mendon ti, ai intereson sallami publikut? Po pra do ta bëja artistike diçka. Nuk mund. Po sa mendon që asaj që bëj. A lidhet frika jote me faktin që mendon se publiku nuk e pranon artistike në rrjetet sociale, se në teatr, po, patjetër. Nuk e vën diskutim se ai publik që vjen aty vjen përpara të shfaqje dhe me zorpret kanë përshtypjen edhe të gjej të siguroj një bilet. Por nga masa po flasim, sepse unë në momentin që i referohem një publiku teatri, kam parasysh njerëz të cilët kanë lexuar ca drama, njerëz të cilët kanë ardhur dhe i kanë parë ato dramat vendosura në skenë nga aktorët, dhe njerëz që kanë në një lloj forme një formim që lidhet me
jo që lidhet detyrimisht, por që kanë formim, din diçka për teatrin edhe për zhvillimin e tij. Po kur flasim për masën, ka shumë llojshmëri njerëzish. Ka nga ai njeriu që po themi punon inxhinier, ka njerëz të ndryshëm. Atëherë, prap nisem nga diçka. Nëse unë do bëja diçka zëm për rrjetet sociale, çfarë do bëja? Gjëja më e thjeshtë, do recitoja një poezi. Ai që do më ndjek mua, duke u mësuar me reelsat, a ka nerva të dëgjoj një poezi që shkon 2 minuta? Me shumë gjasa jo. Që në këtë moment, me shumë gjasa jo. Që në këtë moment misioni im bie. Sepse çfarë do shohje? Do shoh një djalë që del, qëndron dhe është para kamerës dhe reciton poezinë. Nuk ka për atë, domethënë nuk ka. Shiko, është shumë fatkeqësi që ne diskutojmë për këto gjëra. Fatkeqësi e madhe është po na ka ardhur që ne arrim të komentojmë. Po si diskutuam, duam diçka? Duam. Apo ne bëjmë misionin tonë. Po, ne themi fjalën tonë. Kemi përgjegjësinë për ta bërë të paktën këtë temë diskutimi. Pra, nëse ai do më shohë mua për një gjë që nuk lëviz, më kupton? Domethënë kam përshtypjen kemi arritur në atë fazën që ne jemi shumë të lodhur, prandaj kanë dalë reelsat. Që janë kështu të shpejta. Dhe janë të shkurtër dhe në atë reelsin ti ke disa gjëra që të futen në sy. Domethënë të kalojnë përpara syrit tënd. Dhe nëse unë jam duke recituar një gjë dhe nuk ndodh asgjë, është vetëm zëri im edhe interpretimi im, misioni im bie në reel dhe unë nuk në Instagram dhe unë nuk bëhem dot i famshëm, pra unë nuk kam ndjekës. Pse unë e shoh te vajzat të për shkak. Ndodh gjithmonë që ti ose te aktorët ose poston një foto të bukur që ke dalë diku, sensuale, pse po patjetër, themi është sensuale. Dhe ti poston një poster të një X shfaqje dhe ti shikon shikimet. Sa shikime ka marrë ajo fotoja, sa like ka marrë ajo fotoja, sa like ka marrë posteri i teatrit. Se e shoh nga shoqjet e mia, nga kolegët e mi. Hidh ti një foto shumë të mirë dhe hidh një foto ku diun. Po, e kam provuar. Publicitet për diçka serioze. E kam provuar. Kjo ndodh dhe prandaj unë e shoh të humbur këtë betejë nga ana ime personale. Se unë mund ta bëj, nuk është asnjë problem dal të recitoj, por nuk mund të bëj diçka tjetër, ku diun, se s'kam as idenë se çfarë mund të bëj, domethënë, e kupton? Po nuk s'ke asete strategjike. S'kam, kjo është, s'kam dhe asete, po më bien dhe flokët, edhe jam thinjur, çfarë do bëj unë, e kupton?